Në gusht të vitit të kaluar, këtu ishin vendosur shiritat që ndaluan punimet. Kjo pasi në këtë vend u rënuan 3 monumente historike në kompleksin monumental Saraji i Vjetër në Prizren. Deri te ky vendim erdhi pasi nga Ministria e Kulturës ishte bërë një padit dhe kallëzim penal ndaj kryetarit të Prizrenit Shaqir Totaj dhe 4 zyrtarëve tjerë. Lidhur me këtë kallëzim penal, pati reaguar edhe Ministri Herullah Qeku përmes një postimi në Facebook. Kodi penal i Republikës së Kosovës, veprat e klasifikuara si dëmtimi, shkatërrimi dhe nxjerrja pa autorizuar e monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës i dënon deri në 10 vjet purgim, ndërsa simas pasurore sipas ligjit për trashëgimi kulturore dënohen me gjop nga 1.000 deri në 500.000 euro. Por Totaj ka treguar për televizionin se hetimet ndaj tij dhe zyrtarëve komunal kanë pushuar, pasi nuk ka pasur elemente për ndonjë vepër penale. Ministri ka pas informacione edhe për shkak të qasjes së tij tendencioze, duke mos dashur me pranu faktin se zyrtarët e tij kanë gabu, ka tentuar me gjujt fajin tjetër ka bë kallëzime penale edhe normalisht prokuroria edhe hetuesia kanë kryer punën e vet, edhe hetimet janë ndërprer, kështu që nuk ka aty kur çfarë dileme apo dyshime se mund të ketë diçka që nuk është respektuar ligji apo diçka tjetër. Ai akuzon pushtetin qendror se nuk po i përkrah projektet të tyre në nivel lokal. Në përgjithësi, Vetëvendosja njihet si partia e cila shumë lehtë bën kallëzime penale për me kriju një pasqyrë të rrënjshme kinë se po luftojnë korrupsionin. Po realiteti është ndryshe për shkak se gjitha ato kallëzime penale kanë përfunduar me mbylljet hetimeve pa ndonjë rezultat konkret. Edhe kjo tregon edhe të farë qasjen e tyne e cila nuk është proaktive, po është reaktive, edhe tregon paaftësinë e tyne që realisht mu marrë me problemet e qytetarëve, po vazhdimisht kërkohet faji diku tjetër. TVNJ ka kërkuar informacion nga Prokuroria Speciale lidhur me rrjedhjen e hetimeve të këtij rasti, por që deri në publikimin e kronikës nuk ka pasur përgjigje.